pas përgatitjeve të realizuara, sot me 18 qershor, fillon procesi i dezinsektimit hapësinor në Kryeqytet. Dezinsektimi është një proces me cilin bëhet zhdukje insekteve, mica dhe mushkonjave, të cilat mund të jenë barsë të sëmundjeve të ndryshme ngjitse, por realisht qëllimi këtu është që me pru në kufi epidemiologjik ne e quajmë, me qëllim që mos me kriju mundësinë që ato me bardh sëmundje ndryshme, duke pas parasysh se numri i insekteve gjatë periudhës së vetës është shumë i lartë. Realisht procesi zot në 6 faza, secila fazë zot ka 6 dhe diku janë të përfshirë rreth 7000 hektarë, në Kryeqytet dhe fshatet përreth, cilat bëhet dezinsektimi hapësinor, dhe një faktor shumë i rëndësishëm për dezinsektimin është kushtet klimatike, për arsye se prania të rreshura e pengon procesin, për arsye se lagështia është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e insekteve, ndërsa koha e nxehtë nuk është faktor i rëndësishëm dhe realisht deri tash 2 javë të fundit ka qenë kjo apo kushtet meteorologjike ka qenë favor të dezinsektimit, që më përgatit si duhet, dhe ne faktikisht do ketë procesi zot 6 ditë, por do të përfshin 6 faza. Secilën fazë njoftojnë lagjet, sot është djetë fakt është bëhet njoftimi zyrtar në faqet komunës, në cilën secili përqitet programi i dezinsektimit, ku secila lagje e din në cilën ditë ka dezinsektimin, me qëllim që më bëhet përgatitja, sidomos të qytetarëve që mund të kenë reakcione të ndryshme apo ndjeshmëri nga mjeti dezinsektues apo kanë probleme me rrugë të frymëmarrjes, që ata me rrugë qatë ditë kur është dezinsektimi në hapësirën në lagjet e tyre, mos me hap dritarët. Njëkohësisht në gjatë kësaj periudhe kemi diskutuar edhe me bletarët. Unë kam vizituar kryetarin e fshatës bletare për me njoftu ato për procesin, për arsye se dezinsektimi është proces i cili mundet me dëmtuar dhe bletet, prandaj ne jemi të interesuar se përveç rujtjes së shëndetit publik, me pas kujdes që gjatë këtij procesi mos me dëmtuar ekonominë e vogël të bizniseve, në Kosovë, kështu që ne kemi njoftuar dhe bletarët dhe sigurisht që do të bashkëpunojmë edhe me përfaqësues të këshillave lokale të lagjeve të caktuara, me qëllim që ata të jenë njoftuar dhe ata të njoftojnë qytetarët për lagjet e tyre kur fillon dezinsektimi. Na po kërkojmë që me pas bashkëpunim me qytetarët, që aty ku ka shqetësime më të mëdha, ne bëjmë edhe faza shtesë me qëllim që ta ruajmë shëndetin publik të qytetarëve të Kryeqytetit. Dita e parë fillon orat mas orës 20 diku mbrëmje dhe do bën deri në orët e vona të natës, diku në ora 1-2 përfundon në përlagje. Qëllimi është që me shku sa më vonë qytetarët me pas më pak prezencë qytetare në ambientin ku bëhet dezinsektimi, kështu që situata është realisht nuk është e ngarkuar për shkak se këto ramja temperaturat e ndryshimet e shpeshta të temperaturës me pranitë shiut dhe temperaturat të nxehta është më e favorshme për zhvillimin e insekteve, ndërsa këtë vit, edhe pse kemi pas muaj ka qenë komplet me shi, por pastaj në qershor s'kemi pas asnjë ditë me shi dhe kjo është e favorshme, që ne me zhvillu dhe me pas efekt dezinsektimi.